Zoti Islami, në optikën tuaj si avokat, si lexoni qoftë mospjesmarrjen e kryeministrit Edi Rama në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, ku ai nuk le asnjë event të bashkuar, ndërkohë ky që ishte më i rëndësishmi, ai mungoi duke dërguar atje presidentin Bajram Begaj. Dhe nga ana tjetër, po shkarkimi Arjon Veliajt, çfarë do të thotë? Edi Rama nuk vajti në mbledhjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara se i rrinin qimet e mjekës. Nuk zotëri. Edi Rama nuk mund të shkojë në Amerikë. Ai e di, dhe ne e di. Deri tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës zyrtarisht nuk e kanë njohur qeverinë shqiptare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë njohur zgjedhjet në Shqipëri. Pra si i tillë ai është person i padëshiruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me fjalë tjera është non grata. Dhe e di që po vajti do arrestohet. Edi Rama i ka borxh të madh shtetit amerikan, qeverisë amerikane, sepse ka bashkëpunuar dhe ka rekrutuar një spion të FBI-t në dëm të interesave amerikane në radhë të parë dhe në dëm të interesave shqiptare së dyti. Edi Rama nuk është kryeministër. Edi Rama është Alibaba i 40 hajdutëve. Ka një band konkubinash dhe debilësh që i ka bërë ministra, të cilët i komandon me një shikim vëngër, jo me gjë tjetër, dhe përpasoj është i palishëm. Nuk mund të vejë në Amerikë Edi Rama. Kjo e vërtetoi 4 Cipris që ai nuk vete dot. Edhe kur vajti gjasme në atë që ishte ajo kur kishin ftuar në dasmën e Sorosit, në fakt ai vajti në mbledhjen e Kabalës zotëri. Ai vajti për të kthyer andej dhe për të bërë ligjin e turpshëm. Turp të kenë shqiptarët që pranojnë një fëllëqësirë të tillë dhe të thotë ne do të numërojmë do themi tashti tutje prindi 1, prindi 2. Pra të vajti në Amerikë atëherë Edi Rama dhe prandaj dhe e lanë vend. E bëri dhe projekt ligjin, nuk e di do ta bëjnë ligj apo jo, po pra të ka vajtur. Pra Edi Rama është një zorë verbër e kombit shqiptar. Ai duhet çruar nga pushteti një orën parë. Nuk vete në Amerikë Edi Rama, sepse Edi Rama është një figurë dështuar, një person i dështuar në diplomaci. Edi Rama di vetëm një gjë, të vishet si karnaval, si Karagjos cirku, kush i ka parë teatrin atë cirkun e ka parë dhe Karagjosin e cirkut, i ka mbetur vetëm të vërë një spec të kuqe në hund, e tjetë tamam original Karagjos. S'është borë shteti Edi Rama, nuk është politikan Edi Rama. Edi Rama nuk ka asnjë gjë politike, asnjë gjë shqiptare, asnjë gjë morale. Në radhë parë nuk ka gjë morale. Është ai njeri, është ajo fytyrë, e urryer tashmë. Zoti Islami, ju u shprehët dhe theksuat që ai rrezikon të arrestohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës nëse shkon atje. Pra, a ka një lëvizje amerikane që i ka hequr përfundimisht vizën Edi Ramës dhe a tregon kjo mungesë e vizitës tij atje se ai vërtet nuk i ka punët mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Padyshim që po. Është deklaruar disa herë që ai është non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo një herë, po disa herë. Ai vazhdon të rrijë në pushtet sepse nuk ka konkurrent, sepse këtu nuk ka opozit, sepse Shqipëri si kanë vdekur burrat, po e themi kanë vdekur burrat, kanë mbetur ca meshkuj të kastruar prej tij dhe prej masonëve, të cilët ngrën dorën dhe ngrën votën në parlament kur ai u kërkon të bëj ato ligje makabre, do t'i quaja, makabre se të detyrosh fëmijët e vegjël të thonë prindi 1, prindi 2. Kjo ishte e pa dëgjuar përpara. Kjo ndodhi vetëm nga Kabala dhe nga masonët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ata që janë tmerri i globit, nga ata që kanë bërë të gjithë luftrat e Shteteve të Bashkuara jashtë Amerikës, nga ata që kërkojnë me çdo kusht të vënë një rend të ri botëror, nga ata që duan të vënë
një të bëjnë lënë vetëm një gjuhë botërore, një fe botërore, një qeveri botërore, një ushtri botërore, një monedhë digjitale dhe ta kthejnë popullsinë e botës në kope me bagti. Pa kështu si atyre është Edi Rama dhe atë po bën, ato urdhra po zbaton. Prandaj them që në Shqipëri kanë vdekur burra. Ora kanë vdekur burra, po u them shqip, s'ka më burra, more, ka vetëm sa meshkuj të tredhur, të kastruar. Nuk ka burra Shqipëria. Ti tregojnë vendin. Ati dhe atyre komunistëve të tjerë, atyre konkubinave që nxjerr atje ai na i tregon për ditë. Atyre idiotëve që s'din se ç'flasin edhe në parlament nuk din se ç'flasin. Se s'kan formimin as minimalin, janë me shkollë mesme. E me diplomat blera. Zoti Islami, të ndalemi pak në disa raste ku kryeministri Edi Rama ka tentuar që të takojë presidentin amerikan Donald Trump, por ka dështuar. Përmendim këtu rastin kur u inaugurua rikonstruksioni i katedrales së Parisit, ku ai qëndronte në distancë dhe presidentja Vjosa Osmani u takua me Trumpin, madje Vjosa Osmani ka pasur dhe një intervistë dje në Fox News në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra që tregon afërsinë amerikane në këtë rast, dhe në eventin tjetër, pra kur u mbajt takimi i NATO-s në Hag, ai tentoi që të takojë Donald Trumpin përmes Mark Ruttes, por dështoi. Pra në këtë rast duket që ka sinjale të qarta. A ka hyrë Edi Rama në ciklonin e luftës ndaj Sorosit që po i bën Trumpi? Padyshim po. Padyshim. Dhe Edi Rama do dënohet. Ai e di mirë që drejtësisë amerikane nuk i shpëton. Ai e di mirë se ç'ka bërë dhe ç'po bën në Shqipëri. Ai përfiton se këtu s'ka burra për të dhe njërë tjetër, sepse dhe Amerika këtë pret që qytetarë shqiptarë të ngrihen dhe të arzojnë. Po jo të ngrihen dhe të djegin dynjan, po të ngrihen dhe të blokojnë, të paralizojnë ekonominë e Shqipërisë, që ai të detyrohet të jap dorëheqje të qërohet dhe të ikin të zhduken të tërë komunistët nga Shqipëria dhe nga pushteti shqiptar. Problemi është që Amerika akoma nuk është përgatitur siç duhet që t'u tregojë vendin këtyre gjakpirëve, këtyre gjaprinjve dhe në përkave dhe kobrave që kanë marrë pushtetin në Shqipëri. Prandaj, Edi Rama e di këtë gjë, amerikanët ja kanë treguar në mënyrën më të shkëlqyer, qoftë në mënyrë diplomatike, në rrugë diplomatike, qoftë edhe drejt për së drejti, për të mos përjashtuar rastin që nëpërmjet rrugëve diplomatike, ja kanë thënë qartësisht që ti në Amerikë zotëri nuk vetëm, nuk vjen më. Dhe unë këtë e besoj. A rrezikon Edi Rama që në Shqipëri t'i hapet dosja e Charles Megonigal dhe Spaku ta çojë përpara menjëherë sapo të vi kreu i ri i Spakut, duke qenë se para disa ditësh e ngarkuara me punë u bëri të qartë luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar drejtuesve të Spakut? Këtë e besoj. E besoj që do ta ndjekin. E besoj do ta ndjekin për arsye sepse ai nuk është i rrezikshëm vetëm për Amerikën, sepse se kapi dhe rekrutoi një spion të tyre, një fytyrë të degeneruar të New Yorkut, të FBI-së së New Yorkut. Por sepse Rama duke pasur aq miliarda euro që ka në dispozicion, që ka personale të tij të fshehura, mund të rekrutoj këtë doj. Dhe për këtë arsye Amerika po e paralizon, Shqipe ka paralizuar Edi Ramën. Në marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Edi Rama është i paralizuar. Themi paralizuar për të mos thënë që është në gjendje kome.